Situata në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 sa vjen dhe rëndohet më shumë, dhe kjo për shkak të mosmarrëveshjeve që banorët kanë me njëri tjetrin në atë shtëpi. Ditën e sotme, një debat shumë i rënduar dhe shumë i agravuar ka ndodhur që në mëngjes dhe të gjithë banorët apo publiku që e ka parë janë shokuar. Bëhet fjalë për Erik Lloshin dhe Angelo Harunin, dy VIP-a të cilët njihen për qetësinë e tyre, e megjithatë, në ato shtëpi nuk po e tregojnë fare këtë. Mendohet që Eriku ta ketë goditur me grusht në fytyrë Angelon. Edhe pse ajo shtëpi survejohet nga kamerat 24/7, momenti ku Eriku e qellon me grusht Angelon nuk është bërë i ditur. Pra, tregohet vetëm situata ku Angelo me dorën në fytyrë largohet dhe të dy VIP-at janë me nerva. Ndoshta Big Brother nuk do ta tregoj këtë gjë përderisa do që ta hap atë pamje në Prime dhe të diskutohet aty, ose ndoshta produksioni dëshiron ta mbulojë. Megjithatë, publiku është shokuar shumë nga kjo gjë dhe nuk e priste fare që në atë shtëpi situata të eskalojë deri në këtë moment. Nuk dihet se si kjo do të shkojë, megjithatë, ditën e sotme gjatë gjithë shtëpisë ka patur një tension ku çdo banor ka debatuar dhe është zënë me çdo banor tjetër. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se Eriku e ka qelluar me të vërtet në fytyrë me grusht Angelon, apo kjo gjë është një lojë? Komentojini mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit!